إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mas për herë pra falënderimi i takon Allahut Dhul Gjelal. Salavatet më të bukura i takojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tina të pastër dhe shokëve tina të rima dhe besnik. Dhe inshallah këto salavate kemi hise edhe na, të cilët kemi dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij i fundit. Vëllezër, janë dosene historinë islame të cilat na si musliman do të mi ditë që shkan ardhe rreth thoja se kur nuk i din njeri çdo punë, masën e ka problem me besimin e vet. Punën e parë çka do të më ditë? Do të më ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka moshën 40 vjet. 40 se në 40 vjetë më bënë shborë thaman. Allahu Dhul Gjelal ja ka quë Gjibrilin a.s. Ka shumë melache, po prej melacheve ma të zgedha është Gjibrili. Allahu Dhul Gjelal qëtë melache e ka bënë special në vetëm se fjallët e veta mi zbrit të njerëzia. Sukur shka i ka zbrit Isës a.s. Sukur shka i ka zbrit Musës a.s. Pejgamberëve tjerë, mos i përmeni me radhë. E në 40 vjetë, Allahu Dhul Gjelal ja ka quë Gjibrilin a.s. në shpellën Hira, e cila shpellë është një 7 kilometra pi qabës Sodit. Se ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty me meditua, qysh mi thonë s'pudi, qysh me përmen, edhe kur ja ka nis do thot me menu për Allahun Dhul Gjelal, e Allahu Dhul Gjelal ja ka quat herë Gjibrilin a.s. formën e vet. Thot kur mdul me ato krahët e vet, Gjibrili e mbloj horizontin ketë. Edhe atëherë do thot Gjibrili e ka shtrëngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sukur kur kap tani perivani dhe kur shtrëngon apo ton, çka ti kërset ketë kocit, çashtu ja ka kërsit ketë kocit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë lexo, e keni ngu këtë ders apo ta. Edhe masën i ka thonë ki unë s'di me lexu, ka thonë lexo në emrin e Allahut Dhul Gjelal, edhe deri në fund të ajeteve. Masën e mrena 13 vjetëve, shka konën do thot në Mekë, Allahu Dhul Gjelal ja ka quë do thot Gjibrilin her pas here për mi pru ajetet kuranore. Masën e ka bo hijret pejgamberi a.s. Pin Mekë ka ardhë Medine. Kur ka ardhë Medine, ka vazhdu dhe thot vahji hala edhe 10 vjetë. Sa bojnë këto? 23 vjetë. 23 vjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka morë vahj pikujna pi Gjibrili. Gjibrili pikujna pi Allahut atina i kosh mi falë. Edhe dhe thot mrena 23 vjetëve kanë zbrit qëto ajetet kuranore të cilat na sot i kena në Kuran. Se cilin në Ramazan, që edhe pak përna vjen në Ramazanin, ka ardhën Gjibrili musafir të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonën, atë kujtohet filan ajetin shka të kumpruën? Po, vënajnë qëtë sura. Atë kujtohet filan ajetin shka të kumpruën? Po, vënajnë qëtë sura. Atë kujtohet filan ajetin? Vënajnë qëtë sura. Se cilin Ramazan, dhe thot i ka ardhë, ja ka kalzua ajetet se ku e kanë venin në Kuran. Masane na Ramazanin e fundit, i ka ardhë në Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka bo e hatme Kuranin ketë 2 herë. 2 herë ja ka bo hatme, i ka kalzua cilë ajet në cilin ven ashtë. Dhe thot edhe ajetet shka janë në Kuran, nuk janë qysh i kam tek pejgamberit al-Islam, jo, po qysh i ka thonë Gjibrili a.s. Dhe thot, pse më konë ilhami i para, pse më konë kullu dhe brabinas e fundit? Pse se që ashtu Allahu Dhul Gjelal ka thonë. E kemi qarë që të punë, vëllezër.
Shka do të me pas hala ma qartë, po du veç 3 ajete sot me lexues, po du me ju lodh shumë. I pari ajet të cilën po du me lexue është në surën Nahl, ajeti numër 44. Ma në men. Surën Nahl, ajeti 44. Që kur shkoni të shtëpia mujni me qenë Kur'anin e me pa këtë ajet. Në këtë ajet ka do fjalë e masanena është kjo. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas. Na ty o Muhammed ta kena zbrit qëtë Kur'an apo qëtë dhikr, se dhikr këto fjala është për Kur'anin, për shka litubayyina lin-nas, për m'ia shpjegu njerëzve. Do thotë ti je ai komentatori i parë shka ki drejt m'ia shpjegu njerëzve se çka ka dashur Allahu Dhul Xhelal me thonë në Kur'an. Wa anzalna ilayhim, do thotë të cilën do thotë na ja kena zbrit këtë Kur'an njerëzve. Çka e para. Ajeti i dytë çka thotë Allahu Dhul Xhelal në surën Hashr, ajeti numër 7. Wama atakum ar-rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Çata çka ja thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punon. Po çata çka ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largon. Edhe ajeti i 3 çka falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Le të kanë shumë kujdes njerëzit që për me bojnë ihtilaf me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se nëse bojnë ihtilaf me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam i ardhur do të një sprov ose kam i ardhur një dënim shumë i madh. Me çdo 3 ajete çka kuptohet? Kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol pikërisht vete, po krejt që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vahy, çka Allahu Dhul Xhelal e ka mësue. Veçse dallimi ku është se me Kur'an kena drejt na me fal namazin, ndërsa me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kena drejt me fal namazin. Ndërsa tu dijat janë ligj. Kur'ani një edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë burimi kryesor i fejes islame. Edhe na sot kur dojna diçka me fol për halalin, ja për haramin, me thonë çka është halal, ose çka është haram, ose çta ban me punue, ose çta nuk ban me punue, thojna ka thonë Allahi edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A e kuptuam, do thotë ka thonë Allahi edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pse po thu ka thonë pejgamberi? Për atë arsye se Allahu na ka urdhëruar edhe na ka treguar se çata çka e fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vahy, është njësoj e prume pe anës së Allahut Dhul Xhelal. Dhe muslimani nuk ka drejt as se si më konë kundërshtim me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra e lusmi Allahun Dhul Xhelal që më na bën prej atynëve çka i kuptojnë këto gjona tamam, edhe çka s'kena dyshim këto gjona. Pse? Sebepi se burimi i fejes islame është fjala e Allahut edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërblet të gjithëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.